Ky emision mundësohet nga Shëndetje, Katrina. Përshëndetje, Si e? mirë faleminderit, ti? Mirë, ja këtu duke shëtit në Shkup, edhe shkojmë të rruga më e famshme në Ballkan, te rruga Shkup-Blac, apo na tregojsh një background për projektin ku ka mbet? Po, e vërtet, kjo është një rrugë që është filluar të përflitet edhe të përdoret dhe njerëzit e keq përdoret për pojina politik tani më me dekada. Kjo rrugë mund të them që për një vit e gjysmë sa jemi në qeverisje, ose më pak se një vit e gjysmë sa jam zëvendës ministre e transportit, ka bërë një progres, edhe do ta nisi prej këtu tash fazës fundit, edhe pak ditë neve do të shënojmë fillimin e punimeve. Unë gatrua ose u zgjat një vit, se ndoshta do të kishte filluar edhe më herët, për vetëm arsye se e dini se është rruga më e kushtueshme në Europë, dhe për 1 kilometër dikund kushton 27 milion. Dhe kjo ishte e tepërt, dhe menduam të bëjmë dhe një opcion tjetër, të shohim riprojektim për të gjetë një rrugë më të lirë, më pak të kushtueshme, alternative, por që shkaku i një kredie dhe një granti që kishim nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, vendosëm që mos ta humbim të njëjtën dhe të vazhdojmë me projektimin që e kishin para pa. Kështu që u hap tenderi, u përfundua ajo fazë, tani jemi në fazën e vlerësimit ose evaluimit, edhe pak ditë përfundan kjo fazë. Është e mira që kompanitë të cilat kanë aplikuar, kanë konkuruar, janë brenda buxhetit, që ne kishim një frikë se mos e të kalojnë buxhetin e parapar, por jo, fatmirësisht janë në kufit me buxhetin dhe shumë shpejt do ta kemi edhe përzgjedhjen e të njëjtës dhe do të fillojmë me punime dhe uroj që kushtet klimatike të na ndihmojnë në këtë drejtim, edhe që punimet me intensitet të fillojnë në pranverën e hershme. Jo, dhe sa mendohet të zgjatën sipas dokumentacionit? Sipas dokumentacionit, kjo rrugë duhet të përfundon për 2 vite gjysmë. Okej, ja, do shfrytëzohet ajo që thuhet se është bërë gabim, Ajaxi. Ai 2 kilometër që i pare ke fjalën, po ai do të lidhet me këtë pjesën tjetër, do të jetë funksional në momentin që do të përfundohet edhe 10 kilometër që i dytë, pasi që tani si që e keni pa dhe vetë në teren, ajo është një rrugë e cila nuk të shpije askund, është jo funksionale. Mund s'ka kështu të thosh. Besoj që po me provu, nuk do ta kisha rekomandu. Nëse do, mund shpejt. Ja, absolutisht jo. Besoj që shumë shpejt do të shkojmë, por përfundojmë edhe 10 kilometër që e dytë. Në mëmana o bo histori, 4-5 herë unë e di se kemi mbulu se janë nisur punimet, po shpresoj se tashmë nuk dihet e pesta me nisjen e punimeve dhe kur do nisin do kryen, pasi më vjen pak turt kur shkruan te telegrafi atje. Një 40 minuta më vjen prej Kufirit deri në Prishtinë, akande më vjen një 40 minuta deri në Kufi. Është shumë e vërtet. Mendoj se arsyetimet më duhet të ndalim edhe duhet me punë konkrete më vetëm ta finalizojmë edhe mos të gjejmë pretekste, sepse nuk është po se jemi duke folë vetëm për 10 kilometra. Kështu që besoj që neve tani dëshmuam që kur duam të punojmë edhe njëjtësh me rrugën Kërçovohër, që nuk u bë sa vite, njëjtin fat e ka pasi kur rruga Shkup-Llac, tani lëshuam neve vetëm 30 e sa kilometra, kanë mbetë edhe 23, do të thotë për një vit lëshuam më shumë se sa 3 fishi i rrugës Shkup-Llac. Kështu që uroj shumë shpejt të fillojmë me punime edhe uroj të përfundohet në kohë. Për shkak se telegrafi është medium që buron nga Kosova dhe punon edhe këtu në Maqedoni edhe në Shqipëri, më intereson shumë çka ndodh me Tetov-Prizren, se ajo është një ndër 2 rrugë që na lidh me Kosovën. Po, pak a shumë të gjitha rrugët që janë kështu me rëndësi edhe më të madhe për gjithë vendin, padyshim, por edhe për shqiptarët se na lidhin me Kosovën, Shqipërinë e kështu me radhë, me të gjitha vendet me të cilat jemi në kufi. Por për e njëjta histori është edhe me rrugën Tetov-Prizren, ekziston një memorandum, e kom stërthan që ekziston si dokument, por nuk është se është realizu asnjë pikë, asnjë nen nga ai memorandum për bashkëpunim. Ndoshta më keni ndjekë, keni pa që komunikimi me qeverinë e Kosovës ka qenë shumë intensiv këtë periudhë, pikërisht për këtë rrugë, duke dalë në teren edhe vetë, duke pa se si ata deri ku janë me fazat e tyre, të njëjtën interesim e ka shpreh dhe ministri, duke ardhur fizikisht edhe ai në teren, duke bërë takime edhe në nivel kryeministror,
që nuk ndodh edhe shpesh një kryeministër të pret një zëvendës ministre vetëm për të ndihmuar dhe për ta përkrahur realizimin e këtij projekti që padyshim është shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, turistik të vendit tonë. E kemi kryer detyrën projektuese. Detyra projektuese pas përfundimit u dorëzua tek pala kosovare për miratim. Ngeci ca muaj për shkak të proceseve zgjedhore që ata kanë. Pas konfirmimit nga natyre se gjithçka është në rregull me detyrën projektuese, është pritur miratimi edhe nga Fakulteti i Ndërtimtarisë në Shkup, të cilët kanë qenë përgjegjës për të njëjtën. Kjo rrugë do të është në kompetenca realisht të ndërmarrjes publike rrugët shtetërore. Ata janë ata të cilët e udhëheqin, por padyshim janë në umbrellën e Ministrisë së Transportit. Dhe nga Fakulteti i Ndërtimtarisë kam parashtruar disa çështje shumë të vogla si pyetje teknike, të cilat ndërmarrja publike është duke u përgjigj, por jemi në komunikim të drejtë për drejtë edhe me dekanin e këtij fakulteti. Janë gjëra të vogla të cilat pritet të finalizohen dhe të hapet tenderimi për projektin kryesor. Ajo që është e mirë është se buxheti për projektin kryesor është i ndarë. Gjithsesi janë 2 milionë euro të para në buxhetin e ndërmarrjes publike rrugës shtetërore për projektimin e rrugës Tetov-Prizren. Për projektimin, në vend tash ende jemi në çështje dokumentash. Ende jemi në çështje dokument. A Kosova ka nis punën? Kosova ka nis punën. Edhe kanë afru. Ata do me thënë neve, atë çka kemi të përbashkët, e kemi tunelin, Okej. parashihet të jetë tunel, ende nuk ka një Është i përbashkët apo është i Maqedonisë? Jo, është i përbashkët, tuneli. Ajo çka neve nuk mund të japim informata shumë konkrete për tunelin, sa do të jetë gjatësia e vlera, sepse se kemi projektin kryesor. Kur ta kemi projektin kryesor, atëherë do të kemi të gjitha informatat. Tani do të thotë ata punojnë vetëm në pjesën e rrugës së tyre, por për projektin, siç kemi biseduar edhe me ministrin e kaluar edhe me këtë aktual, po edhe me vetë kryeministrin Kurti, është diçka që do shohim të gjejmë qoftë nga buxheti shtetëror, por edhe grante edhe kredi nga bankat ndërkombëtare. Okej. Mos harro se ti ke background Kosovë dhe të bie hise për çdo di rrugë luftesh më shumë se sa çdo njeri që ka qenë ministër apo zëvendës ministër para teje. Jo, nuk e harroj, madje jam shumë krenare për këtë. Edhe është e vërtetë që janë rrugët që janë prioritetet e mia. Dhe uroj që aq sa kam mandat të mundem të shtys sa më shumë. E them me gjithë zemër. Kjo bëhet për shkak se ti më le të shkon detaje. Edhe të axhallart, edhe të gjithë domethënë familjen në lidhje ka me Kosovën. Por edhe pse jo dhe në aspektin akademik, gjithmonë është e mirë dhe një bashkëpunim me Kosovën, të cilin nuk e kam të mangët, por uroj që edhe më shumë të thellohet në të ardhmen kur të kem pak më shumë kohë të përkushtohem në pjesën akademike. Ai që të solli më tha se student, domethënë ti je angazhuar edhe si profesoresh. Po pikërisht në kabinetin tim e tham me shumë kënaqësi që të gjithë që i kam të punësuar ose që janë përreth meje janë studentë të mi, janë rinj, me cilët kemi bërë një rrugëtim të përbashkët, dhe mu më pëlqen që t'i ndihmoj studentët e mi, t'u zgjas dorën që të munden edhe të studiojnë, po edhe të punojnë, edhe të krijojnë një pavarësi ekonomike të tyre. Unë ende jam në Universitetin Nën Tereza, madje dje kisha ligjërata në universitet, mbaj lëndë atje, dhe shumë shpejt brenda pak ditëve e marr dhe titullin profesorin ordinar. Domethënë, kurdo që të rriqesh nga politika ti vazhdon profesoresh. Unë jam edhe aktualisht profesorisht dhe do vazhdoj të jam profesorisht dhe do kthej me shumë gëzim në vendin tim të punës, dhe as pak nuk do të ndihem keq që do të përfundon ky rrugë. Cila është puna më e mirë sipas teje? Që të dyja janë të mira, sepse mendoj që në të dy punët ke mundësi për të bërë punë të mira. Në aspektin politik, që është pak më e freskët për mua dhe e njoh më pak, mendoj që ke mundësi për menaxhim më të madh, ke një fuqi më të madhe që ta mundson të ndihmosh njerëz tjerë në suaza ditore, njerëzit të cilët kanë kontakt me mua ose më njohin disa më pak, disa më shumë, e din që unë përgjigjem të gjithëve. Mundohem që të gjithë t'i ndihmoj, nuk them se të gjithë t'i ndihmoj, se nuk mundem të gjithë t'i ndihmoj, por unë mundohem të gjithë t'i ndihmoj dhe në fund ditës mendoj se kjo vlen dhe kjo ka rëndësi, ndoshta disa projekte më të mëdha nuk do mundem të gjitha t'i realizoj, do mundohem, por të paktën dikujt ja kam përmirësu pak ditë, një ditë e kështu me radhë. Ndërsa në universitet është kënaqësi, nuk ndjej fare lodhje, dje që isha
mbeta 120 minuta, e kisha zgjat më shumë se sa që duhej ligjeratën, edhe më vjen shumë mirë kur jam me studentët, më japin një energji shumë të madhe, por uroj edhe të përçoj një shembull të mirë të ta, kështu që të dyja më japin një kënaqësi. Shpresoj se nuk do të jetë normal studentët që i mbani 120 minuta në një kohë kur të gjithë informohen nga reelsat, videot e shkurtra. Jo, u kënaqem dje bashkë, kishim prezantime edhe mendoj që edhe ata e shijuan, po edhe jam një profesoresh që di edhe të socializohem me ta, madje me 25 dhjetor është ligjërata e fundit që do kem, përkat se me istën me ta dhe ju thash, pas ligjëratës, ta zgjedhim një vend dhe të shkojmë ta përmbyllim me një kafe dhe të mund të njihemi edhe më shumë së bashku. Smart. Nuk e di, është kjo që e ndjek domethënë atë që më vjen prej brenda, dhe nuk është se e bëj me kalkulim domethënë, se e programoj. Shkojmë tash prapë të asfalti. Se koridori 8, çka është ndodh. E pa është një vendim të kuvendit se janë miratuar disa pagesa për Bektelenka. Edhe tregon çka është, domethënë, a është në kohë të duhur duke zhvilluar projekt. Është në kohë të duhur, jam e qetë në këtë pjesë, te pjesa e korridorit se punimet po ecin vërtet pa asnjë problematik të theksuar, sepse problematika gjithmonë ka në një teren aq të vështirë për të punuar, edhe vetë kur kam qenë kam pasë në çfarë lartësi mbi detare punohet, madje më është dukur e pamundër se aq kuptoj nga ajo fusha se jam juriste, por që është ecë mirë, kemi dikun mbi 1000 punëtor në teren tani që janë të punuar edhe në të kushte, me mbi 400 mjete për punë. Në çdo pjesë segment korridorit 8 ka problematika të ndryshme, pa ato që janë të përgjithshme për mos hyrë në detaje, do thoya që janë pastrimi i vegjetacionit, mbushja e pjesëve që ku duhet të bëhet shtrimi i trasesë, vendosja e objekteve mobile për punëtorët, për mjetet e punës e kështu me radhë, dhe procedura e shpronësimit ose e ekspropriimit. Edhe këtu kemi shumë mirë, nga 500 dikun prona të shpronësuara në fillim 2024, tani jemi 3050 e diçka, prej gjithsej 3566 prona që duhet. Do të shumë pak pas kanë mbetë. Edhe pak kanë mbetë. Po, edhe kryesisht janë ato që lidhen në pjesën me qafthan, ku është mbrojtur nga një pjesë nga UNESCO, dhe aty kemi pak probleme dhe jemi duke pa që ta bëjmë një riprojektim, është një grup punues që është formuar nga Ministria e Kulturës, Ministria e Transportit, rrugët shtetërore, gjitha domethënë janë kyçura për të pa një, edhe UNESCO, patjetër përfaqësues të UNESCO-s, për të pa një mundësi për një trase tjetër që mos ta dëmtojmë trashëgiminë kulturore që kemi andi. Okej. Kur mendohet të vozitet pa ndërprerje në korridorin 8? Përfundimi i gjithë korridorit 8 është viti 2029. Besoj që atëherë domethënë nuk do të ketë problematik fare për tu vozitur edhe. Çfarë do orën për 2030? Shqipe, kjo është ashtu siç ne e shohim, edhe siç domethënë na thonë ekspertët të cilët punojnë në Bektelenka janë shumë të përgjithshëm, vërtet e bëjnë punën si duhet, nuk është se kemi ndonjë problematik me realizimin e punimeve, dini se kemi patur me disa kompani, nuk janë shembull i tillë. Besoj që pasi që buxheti është i miratuar tani për vitin 2026, mendoj se në të ardhmen afër nuk shohim ndonjë problematik që do ta zvariste, por nuk i dihet kur, sepse me të vërtetë kemi të bëjmë për projekte shumë të mëdha dhe shumë të kushtueshme. Shpresoj se të kryhet 2029, po një vjet Maqedoni më shti nuk është problem se jemi mësu. Po, nga përvoja paraprake mendoj që një vit na falet. Po, patjetër. Njëci u falet edhe juve, tash si vlen që ende nuk jeni duke u bashku, edhe më duke njësja të kunata që nuk mundet të i drejtoj as vjera. Jo, neve na pëlqen ajo familja e madhe. Bashkallajke. Po, bashkallajku. Edhe kështu që po e çojmë mirë, edhe prandaj edhe si kemi edhe shumë zor me nda kunatat. Paj, kja diçka puna, kur janë kunatat nuk përparohet shtëpia. Po, me shembullin që po tregojnë kunata që një vit e gjysmë mirë jemi. Mirë, shohim në 10 vjet tjera. Kanë qellu kunata që mirën, na kanë qellu lider që realisht përçojnë një shembull shumë. Jeni në vishtu kunatat. Po, janë të mirëseardhura, shtëpia që rritet pa bereqet. Disa ju ikin, disa ju shtohen. Me rëndësi ka lëvizje. Po, normal, edhe është më interesant.
Me kandidimin e Nevzat Betës, sa jeni ndryshimi? Unë mendoj që Nevzat Beta nuk është se ka përçu një shembull negativ. Unë mendoj që në kohën kur ai ka qenë kryetar nuk është se ka bërë diçka që njerëzit tani do ta pranojnë me shumë negativitet kandidimin e tij. Unë mendoj që vleni është i hapur për të gjithë. Madje edhe vetë kryetari Mexhitja po është një prej udhëheqësve të Bashkimit të Ish, domethënë në të kaluarën në pjesë e udhëheqësisë të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe me ndryshimin që ai ka kërku, e ka bërë edhe hapin e madh drejt ndryshimit ose pozicionimit të tij në një parti të re, siç është Lëvizja Demokratike. Dhe ne prej në start kemi qenë të hapur për të gjithë. Është të vleni pranon të gjithë njerëzit që mendojnë se duhet të bëhet një ndryshim, që shohin një të ardhme me perspektivë, me zhvillim më të madh, kështu që mendoj që edhe me rikandidimin në një kryetar që ka qenë edhe më para, nuk shoh diçka negative, ndoshta me tani udhëheqësinë e re, me frymën e re, me njerëzit e ri që i ka rreth vetes, mendoj që ndoshta i njëjti person mund të shfaq shumë kualitete se sa që ka shfaq në të kaluara, nëse bëjmë një krahasim të tillë. Të garantuar, mund ta them për tash e ke se show do jetë fushata. Tjetra do t'i lihet fushatës vetës. Po shepa, kur shoh, besoj që po e thonë në një kuptim, ta themi fani, Po. që nuk shoh diçka negative të Jo, fani. thash në kontekstin negativ, po veç Kur bëjmë një shembull se çfarë prepotence dhe arrogancë kemi patur në qeverinë e kaluar, unë mendoj se fani është më e kapshme se sa një gjë e tillë, dhe unë mendoj se nëse diçka kemi mësuar, është që duhet të jemi me kam për toke, edhe ta bëjmë këtë punë që na është dhënë, si çdo punë tjetër që e bëjmë, sot jemi nëse nuk kemi, po të paktën të lëmë një fjalë të ëmbël. Kështu që ndoshta që mendoj se edhe fani është shumë më adekuate se sa një arrogancë e tepërt që u pa se si mund të arroganca as nuk vjen shprehje, po desha të them nëse është fani sa është serioz. Unë mendoj se mundet të jetë edhe serioze absolutisht, ndoshta ajo pjesa fani e ka vendin e saj, edhe nuk është diçka negative, unë nuk e marr absolutisht negativisht, por mendoj që absolutisht pajtohem me ty që serioziteti duhet të jetë në radhë të parë, edhe uroj që uroj të fitojmë, edhe uroj që ta dëshmojmë andej, siç jemi duke në pjesën tash që duhet ta dëshmojmë me gjithë komunat tjera të cilat i fituam, mendoj që kjo duhet të bëhet me punë konkrete edhe me më pak pjesë fani. Përgjithësia te komunat është shumë e madhe se është shumë lehtë të jesh opozit, edhe është shumë rëndë të jesh pushtet, edhe tash ju duhet ta dëshmoni në 10-11 komuna që i keni marrë. Është shumë e vërtet. Realisht puna më lidh me pothuajse të gjithë kryetarët e komunave, sepse si Ministria e Transportit për komunat shqiptare flas, kemi me vetëm me thirrjet e qeverisë kemi miratuar projekte mbi 60 milion Ato para zgjedhjeve, po, dhe të gjitha tash ato punë duhet të fillojnë dhe normal si ministri i kontaktojmë, i pyesim deri ku janë, se neve vetëm lëshojmë deri ku janë, të gjitha punët janë gati, por siç u dëgjova me kryetarët e komunave dhe qysh mbram për të patur për dalë në terren, se ke pasë u dal në terren dhe m'pëlqen të shoh se si bëhet, ndryshe e kupton problemin e një fshati e disa banorëve, qoftë edhe qyteti, kur e sheh vetë me sytë e tu dhe e sheh se me çfarë problematika ata ballafaqohen, që neve ndoshta në këto vendet më të zhvilluara me kryeqytet nuk mendojmë se janë ende prezente dikun. Edhe shkon me një fshat e sheh se ata nuk kanë ujë për gjërat higjienike, nuk flas për pije, për pijas nuk vjen parasysh, por nuk kanë ujë as për çështjet higjienike dhe prandaj njerëzit shpërngulen se paraqiten shumë sëmundje, sepse uji ku e shija ku e marrin, kishte të mbetje nga kafsh, kishte të thotë nga mbeturina, etj. Kështu që punët sipas kryetarëve, edhe pse gjithçka është gati, vlerësojnë që duhet të fillojnë në shkurt. Vetëm shkaku i kushteve klimatike, se nëse fillojnë tani do të ndalet për një javë, edhe e mira është që buxheti është, se gjithçka lidhet. Paret janë. Po, paret janë. Kjo është e mira, mandej atyri u mbetet vetëm që ta udhëheqin punën me kontraktuesin ai i cili duhet të realizon punimet në terren. Se del në terren pajtohem, edhe të kum pa, edhe një herë i thash një kolegës, thash, kjo si me nuk qenë zëvendës ministre transporti, si me qenë zëvendës ministre
Google Maps-it. Po, më pëlqen, realisht më pëlqen, nuk përtoj, nuk mendoj se një zëvendës ministre çfarë do lloj dikasteri duhet jetë vetëm në zyre edhe të pret palë. Komunizmi. Unë mendoj se duhesh të jesh shumë e kapshme, të jesh shumë e lirë, të dalësh të njoftosh banorët, shohësh, të pish një kafe me ta, t'ja u dëgjosh hallet, ato hallet zakonisht mund mandej ti delegoj ku mundem edhe të ecin punët para. Një që më ka lidhë kështu ka qenë për shembull komuna e Bukovinës Pallçishti fshati, te të cilët kam shku disa herë, edhe ata janë habit edhe me këtë haptimin, po nuk e kom bë për show, të betohem, nuk e kom bë për nuk kam një strategji. Atë shumë që ka shku në Pallçishti, kom pirë një prej Pallçishtit më thash mbes Pallçishti. Jo, s'më di pas gjë realisht me Pallçishtin kuptimin e preardhjes, absolutisht, por thjesht më kam prit shumë mirë, edhe nuk kam mund ta kuptoj se si mundet një kryetar i cili është sa vite do më kryetar komuna aty, për banorët e vet, kam patur ministër të transportit të komunës së tyre, edhe mos ta rregullon një problematikë jetike, siç është uji, ujësillësi. Edhe tash çfarë kemi bën ne, nuk kishim bashkëpunim me kryetarin e komunës, nuk arrita të bashkëpunoj. Mirë, keni krejt. Edhe bën projektin e bëm. Ja, bën projektin, projektin e din se du ta bën komuna. Andaj duhet vetëm të aplikonin ata në qeveri që ne t'u lëshojmë jetën dhe të rregullohet, ata nuk e bën këtë. Edhe ne bën projektin edhe tash uroj shumë, qoftë përmes Ministrisë të Transportit, qoftë përmes Ministrisë për Mjedis dhe zhvillim hapësinor, qoftë me thirrjen e ardhshme të qeverisë, do ta bëjmë zgjidhjen për këtë fshat se me të vërtetë do më vjen shumë turp të shkoj edhe një herë nëse. Jo duke interesuar, sigur. E di. Okej. E di, prandaj them unë më vjen shumë rënd kur nuk premtoj por e di se unë mundohem. Okej. Po nuk varet çka vetëm prej mie, edhe besoj që banorët e din kur vërtet flet me sinqeritet edhe ja thu të vërtetën dhe nuk premton se do bësh, nuk keni shkop magjik edhe do bësh çuditëra. Se prap të kthehemi, unë jam zëvendës ministre dhe nuk është se e vendos gjithçka vet. E do njerë duker se je më shumë se ndonjë ministër në një dikasteri tjetër. E vlerësoj, faleminderit, e çmoj. Nuk e di pse e përçoj këtë përshtypje, por për punët më të mëdha padyshim se na duhet një ekip edhe më duhet bashkëpunim edhe me njerëzit që janë në instanca më të larta. Po, patjetër, normal se kjo është punë ekipore mbi të gjitha. Tregom si profesoresh prej 1 deri në 10, 10 është maksimumi. Ma vlerëso vlenin në qeveri? Është herët për të dhënë një vlerësim për vlenin, sepse tash jemi te kolokviumi i dytë. S'kemi vënë në provën final, kështu që ndihemi në atë fazën ku nuk mundem ta jep një vlerësim tamam, por unë mendoj se sigurisht jemi tek notat më të larta që konsiderohet 8-9, më thënë të forta, për lëvizjet që i kemi bë, për besimin që e betonuam tani në zgjedhjen lokale, po më shikon pak se si me dilema aty. Me pyetje, po shoh se do të mbinë edhe shumë pyetje tjera në këtë drejtim, por po të flas shumë sinqerisht, mendoj se edhe pse u kontestua edhe na sulmonin vazhdimisht për zgjedhjet parlamentare, etj. Edin ato cilat u bën të bajatshme. Legitimiteti, po. Ose Rosa, jeni pa legitimitet në qeveri qendrore. Për çfarë arsye thua këtë? Se në zgjedhje parlamentare ende se keni fitu në zgjedhje lokale. Edhe një herë? Në zgjedhje parlamentare nuk e keni fitu votën e të gjithë qytetarëve shqiptar. Absolutisht vota jon ka qenë votë e pastër shqiptare, nëse ne kemi patur një koalicion dhe vazhdojmë ta kemi është i pastër koalicion shqiptar, edhe kjo e zgjedhjeve lokale tani më ishte, mendoj që grushti i fundit, se morëm aq shumë komuna, prap them se tek tash fillon puna, besimi u dha, por tek tash neve duhet ta tregojmë këtë notën, se nota tek do jepet besoj nga qytetarët, nuk jam unë ajo që duhet ta vlerëson vlenin, por duhet qytetarët ja japin notën. Unë mendoj se për momentin kemi treguar një unitet, e kemi treguar atë bashkimin që ka kërkuar dhe populli të partive politike shqiptare. Mendoj që me thirrjet e qeverisë, me projektet e shumta që realisht janë projekte që janë realizuar një pjesë dërmuese, po edhe po realizohen vazhdimisht, prap do ketë thirrje të qeverisë. Unë mendoj se është bën një decentralizim i madh që ka qenë edhe një prej premtimeve kryesore në
në programin e zgjedhjeve parlamentare. Mandej është kampusi Universitetit Nën Tereza, që është një prej projekteve që më flen më shumë e më djeg më shumë edhe që dua ta eci para. Punësimet që janë bërë, avansimet, edhe vetëm duke gjithmonë mundet më shumë, gjithmonë mundet më mirë, absolutisht nuk them se jemi duke shkëlqy, mendoj se duhet të koordinohemi sa më shumë, nuk është lehtë kur janë më shumë parti politike realisht në koalicion, normal. Pajtuam që duhet bëhet një unifikim, pajtuam që duhet ketë tani më një lider, shakati lejmë. Mendoj që duhet të ketë, për vetë faktin që mendoj se jemi më të centralizuar në kuptimin se e dim ku e adresojmë problematikën, e dim ku shihet proceset, edhe pse nuk mendoj se deri tani nuk ka patur një koordinim, por mendoj se është momenti që realisht të kemi një lider të blini. Halka më e konsoliduar në Vlen, më duket PR-i, tjerat janë krejt të jo konsoliduara si duhet. E kemi edhe qendrën këtë komisionin kadrovik, është ai cili miret me punësimet dhe avancimet në për institucione. Ma nuk duket, më nga flas për jashtë që duket. Frymojmë si një, realisht, ashtu është energjia, kemi harruar për se si janë ato ndarjet partijake. Unë ta them të vërtetën edhe aq shumë jemi bë, që shumë shpesh edhe njerëzit funksionarët që i kemi nuk e di të cilës parti janë. Edhe pak ma bën dallimin kjo, e di që është Vlen, është njeriu i koalicionit tonë, edhe që mundemi patjetër të adresohemi për një problematikë ose për një punë të mirë. Kështu që edhe si lëvizje demokratike s'është se e kemi synimin, edhe pse mendoj që si parti ka qëre qëndrojmë shumë mirë. Mua më vjen shumë mirë që kam një rreth të njerëzve, njoh njerëz, kontaktoj njerëz të cilët çdo ditë i takoj, më vijnë në zyre, që duan të jem pjesë e Vlenit. Nuk mendoj se ne duhet t'ju ushtrojmë presion që ata duhet të dalin publikisht, sepse kontributi në një parti nuk është vetëm që të dalësh edhe të bësh një foto. Mendoj që në shumë forma kontributi tyre mund të jetë. Unë ja respektoj secilit backgroundin që ka, punën që bën, bagazhin profesional, edhe nuk bëjmë shtypje të tilla, është mirë që ata japin kontributin e tyre në parti ose në koalicionin tonë. Por që besoj se tani më shumë shpejt mendoj se do kemi. Afrimet mbas zgjedhjeve, mbas rezultatit fenomenal, për zgjedhje legale do jap dorën se ka qenë rezultati fenomenal, por afrimet mbas zgjedhjeve, mbas këtij rezultati, krejt janë interes. Nuk mendoj kështu, nuk pajtohem me këtë. Okej. Me drejta jote. Po, nuk pajtohem me këtë. Ndoshta ka edhe të tillë të cilët duhen të përfitojnë, po ka shumë njerëz të cilët kur më vinë në zyre janë njerëz me tituj akademik, profesor, doktor, të cilët janë edhe në një moshë të shtyar, janë moshë me prindin tim, janë njerëz të papunë. Edhe mua kjo më shqetëson. Edhe nuk mendoj se ai njeri ka një interes. Neve duhet të turprohemi para atyre personave dhe nuk janë të pak, shembull e marr, që ai person deri në këtë ditë është në këtë gjendje. Ku ka dhe njerëz të cilët intelektualisht kontribuojnë, ka njerëz të cilët nuk kërkojnë diçka për që t'ja u rikthej. Vetëm duan të ndihmojnë, secili në formën e vet, edhe na kanë ndihmuar çështë prej fillim. Edhe unë mendoj se neve kështu rritemi, forcohemi, por mendoj që edhe nëse ne i japim një personit adekuat hapësirën e tij të na përfaqëson dikun, unë mendoj se ne vetëm përfitojmë. Edhe në qoftë se ai person nuk është se në zgjedhje ose në fushat nuk është paraqitur shumë. Unë mendoj se nuk duhet secilin ka vend në parti dhe për secilin ka vend edhe në ndarjen e qoftë të pushtetit, qoftë të një punësimi, secili ka interese të ndryshme, edhe unë mendoj që është fair, edhe nëse t'ju jepet mundësia. Le ta dëshmojmë veten. Unë mendoj se shumë njerëz nuk është dhënë mundësia deri tani. E mora pak për zemrë këtë emisionin, tash ta relaksojmë situatën. Bëhet në vetur emisioni, përgjegjësia imja si gazetare dhe juja si profesoresh mbi gjitha, po edhe si zyrtare shtetërore, është që të edukojmë së bashku dhe sensibilizojmë për mënyrën se si vozitet në qytet, pashka se tash na kanë qitë të kamerat e Big Brotherit në qytet. S'ka marrë ende një mesazh. S'ke marrë? Ende. Çuditërisht. Mbani përshtypje, domethënë ajo gallama me informacione ministri punëve të mbrëmshme ka marrë vërejtje, po okay, edhe ai njerë është. Absolutisht. Pse duhet bëhet lajm, pse duhet bëhet status, ai ta bëhet status se ka marrë, okay, ke marrë. Kjo tregon se je shofer i dobët. Ndoshta se deri tani jemi mësuar që ministrat t'jenë shumë të pakapshëm këtu te ne,
edhe për neve në shtetin tonë kjo duket si diçka e madhe, e ndoshta duhet ta ndryshojmë këtë mentalitet edhe këtë qasje. Kjo është njëjtë si kur bën diçka ndonjë politikan mirë edhe krejta aplaudojnë, a realisht ai ka punë. Është njëjtë si bankomatit t'ja bësh aplauz kur ti çet paret tua. Këtu pajtohem me ty. Edhe kështu që mos puna është bë normë, puna e mirë tash është bë arritje, kupton? Uroj ta ndryshojmë këtë. Bashkërisht me shembullin e vet. Bashkërisht mundën, unë mundohem në emision, ndoshta t'u duka se jam insistues në disa tema, po pikërisht kjo është qëllimi. Jo, unë mendoj. Tash ta them edhe sinqerisht edhe një gjë tjetër. Me atë sa kam komunikim edhe me zëvendës ministra tjere, ministra më duken që janë shumë të qasshëm. Realisht, komunikimi është shumë i lehtë. Brenda ditës shumë lehtë mund të arrish te ta. Nuk ndoshta unë kështu e shoh, ose unë kështu veproj dhe kështu e ndjej dhe kështu njerëzit kanë qasje tek unë, por mendoj që edhe tek të tjerët nuk është se dallojnë shumë prej meje, flas me ata me të cilët kam më shumë komunikim dhe unë mendoj se këtë vërtet duhet ta çojmë para kështu. Patjetër, unë jam i gatshëm të komunikoj me të gjithë në formë të hapur dhe gjatë gjithë kohës. Tregome gabimin që ke bën me vetur edhe që nuk e përsërit më. Këtë përgjigje do duhet ta jap mami ose babi im. Okay. Kam qortojnë. A je nervoz? Nervozit? Prap tash unë nuk duhet ta bëj. Unë nuk duhet ta them këtë, hiç s'm ka hije. S'pari si një nën që duhet t'i ruajmë fëmijët e vet. Edhe më e rëndësishmja kemi një përvojë shumë të hidhur, domethënë me pasoja jetike, dhimbje që nuk përshkruhet me fjalë, që pikërisht në komunikacion, edhe duhet jam shembulli më i mirë tani për ta. Por nuk mund të them që jam shumë e disiplinuar, kjo duhet të ndryshon. Të thash diçka para emisionit kur nuk dhe themi këtë publikisht se nuk është mirë. Nuk më ka ndodhur fatmirësisht deri tani një aksident. Unë prej moshën 18 vjeçare kam patent shoferën. Nuk më ka ndodhur një aksident, por uroj mos të ndodh, por e di se duhet të disiplinohem pak sa i përket respektimit komunikacionit. Edhe kur bëhet fjalë për fëmijët që kam edhe zakonisht jam në rrugë të gjata me ta, edhe vetën, domethënë e ngaz veturën, duhet të përmirësohem, por që nuk kam patur. Tu përfshihet edhe çaj mbas që më apo tit, veç se donte unë të hynë në verdhën, kupton. Është diçka e pakuptueshme. Është diçka që ja çoj linkun. Adelina, shumë faleminderit, kënaqësi, edhe thjesht shpresoj se do të vazhdoj energjia pozitive edhe puna mbi gjitha. Shumë faleminderit, uroj që në emisionin e ardhshëm shkojmë ka rruga Shkubullac, besoj se 10 kilometër si. Pas 2 vjetëve, po. Nëse bëhet pas 2 vjetëve. Patjetër, uroj shumë. Faleminderit edhe tyre. Ishte kënaqësi, faleminderit. Ky emision mundësohet nga